Le të shpallim pas meje. Besimi ynë nuk qëndron në pralla, por qëndron në fjalën e Zotit. Dhe unë besoj atë që fjala e Zotit thot. Çfarë është e vërtet për Jezu Krishtin? Është e vërtet edhe për mua. Jezusi është përgjigja ime. Ai fitoi në kryq. Dhe unë jam fitimtar. Në emrin e Jezusit. Unë jam i bekuar. Unë jam i shëruar. Unë jam i çliruar. Unë jam i begatuar. Dhe gëzimi i Zotit është forca ime. Dhe si rezultat, unë jam i gëzuar në emrin e Krishtit. Në emrin e Jezus, frika hesht. Misteri merr përgjigje. Sepse Zoti im është rruga dhe është jeta. Në emrin e Jezus. Amen. Haleluja. Lavdi Zotit. Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Edhe sot unë do të flas për një temë që kam duke menduar gjatë gjithë javës. Tema është çohu dhe ec. Kthehuni nga njëri tjetri edhe thoj, çohu dhe ec në rrugën e Zotit. Mos qëndroj i heshtur në kishën e Zotit. Fole fjalën, besoje fjalën dhe praktikoje në jetën tënde. Amen. Haleluja. Nuk e disa nga ju keni luajtur ndonjëherë me atë lojën Vigani Shkurtabiçi. Keni luajtur apo jo? Edhe ajo lojë ka të bëjë me kur ti je ulur, çohesh në këmbë. Po të them tani Vigani ç'do bëni ju? Ta provojmë mirë, hajde çoni gjithë. Do të bëjmë ushtrime, hajde çoni. Vigani, le të çoni gjithë. Le të çoni gjithë në këmbë. Le të ulemi. Shumë mirë, faleminderit. Tema për sot është çohu dhe ec. Prandaj dhe ju bëra pak ushtrime. Sepse kjo fjalë çohu ka të bëjë me veprimin. Dhe ne do shikojmë nga fjala e Zotit. Në Bibël, fjala çohu është përdorur 140 herë. Dhe është folje. Tregon veprim. Nuk është emër. Zoti i foli Abrahamit që ai të çohej nga vendi ku po jetonte dhe të shkonte për të marrë premtimet e Perëndis. Shumë njerëz duan të marrin premtimin e Zotit pa u çuar fare, por nuk ka. Duhet të çohesh dhe të shkosh të marrësh premtimet e Perëndis. Dhe një nga mënyrat se si ne çohemi është kur ne besojmë në zemër fjalën dhe e rrëfejmë me gojë. Çfarë bëri Abrahami? Bibla e quajnë atë atin e besimit. Ai rrëfeu atë që nuk i kishte ndodhur akoma dhe e mori. Prandaj nëse ti do të marrësh premtimin e Zotit, thoni njëri tjetrit sot, çohu, ngjaj Abrahamit, dhe merri premtimet e Zotit. Besoje fjalën në zemër dhe shpalle me gojë. Amen. Haleluja. Tani kujt i foli tjetër Zoti? Zoti i foli Lotit. Loti ishte nipi i Abrahamit, po për shkak se u zdu me Abrahamin, e siç e bëjmë sot, ka pasur zënga për tokat edhe atëre, se ndonjëherë dëgjojmë që atëre ka qenë më mirë, jo, ka qenë më keq. Dhe Loti shkoi të banoj ku? Në Sodom dhe në Gomor. Sodoma dhe Gomora ishin dy qytete me mëkatin më të madh që ka ekzistuar ndonjëherë. Dhe Zoti i thot Lotit, çohu dhe largohu nga Sodoma. Sot është një thirrje e tillë e gjallë për këtë botë ku po jetojmë. Bota po shkon në shkatrim, bota po zhytet në mëkat, po zhytet në krim, po zhytet në prostitucion, po zhytet në dhunë, po zhytet në homoseksualitet. Dhe Bibla na bën thirrjen që të çohemi dhe të qëndrojmë të fortë për të shkëlqyer dritën e Perëndis. Jo që
duhet ikim qandej absolutisht, po. Ne duhet të çonemi dhe të largohemi nga çdo gjë e keqe. Por madje edhe nëse në për tavolinat tuaja bëhet në një bisedë për thashetheme, bëhet në një bisedë që shahen njerëzit, ofendohen, çohu nga ajo lloj shoqërie dhe largohu. Sot duhet kemi kujdes çfarë shokësh apo shoqësh kemi. Nëse shokët dhe shoqet e tua duan të jetojnë me llumin e kësaj bote, ka ardhur koha që ti të qëndrosh në këmbë, të çosh dhe të thuash, shëndet, shoku shoqe, shëndet, miropafshim. Nuk kam punë me ty. Unë duhet të vazhdoj rrugën e Zotit. Ne nuk duhet të marrim formën e kësaj bote. Nuk duhet të jetojmë si jeton kjo botë, por ne duhet të jetojmë në shenjtëri. Jezusi i tha Pjetrit që të çojë dhe të ecte mbi detin e trazuar të kësaj bote. Sot unë duhet të them ty nëse ti ndodhesh në mes të misterit, nëse ti ndodhesh në mes të një deti të trazuar, Jezusi po thotë çohu dhe ec nga barka jote dhe ec mbi ujërat e kësaj bote. Le të hapim Biblat tek Veprat e Apostujve, kapitulli 12, vargu 7, dhe fjala e Zotit na flet aty për këtë fjalë. Çohu është fjala që angjëlli i thot Pjetrit. 12, 7 deri në 10. Dhe ja, një angjëll i Zotit u duk dhe një dritë ndriçoi qelin. Dhe i ra Pjetrit në hije, e goditi duke thënë çohu shpejt, dhe të nxirët ran nga duart. Pastaj angjëlli tha, ngjishu dhe lidh sandalet. Dhe ai bëri kështu. Pastaj i tha, mbështillu me mantelin dhe ndiqmë. Dhe Pjetri pasi doli e ndiqte pa e kuptuar se ç'po i ndodhte me anë të angjëllit që ishte e vërtet, sepse ai pandejte se po shihte një vegim. Dhe si kaluan vendrojën e parë dhe të dytë, arritën te dera e hekurt që të çonte në qytet, dhe ajo u hap përpara tyre vetiu. Dhe mbasi dolën, përshkruan një rrugë, pa pritmas angjëlli u largua dhe e la Pjetrin. Tani keni në mendje këtë pamje. Pjetri kishte predikuar ungjillin, e kishin kapur, e kishin lidhur dhe e kishin futur në burg. Dhe ndërsa e kishin futur në burg, Pjetri kishte fjetur mendje, nesër do vdes vëlla. Zot ki mëshirë për mua. Shpesh herë ne ndodhemi në situata të tilla që për një arsye apo për një tjetër për sjelljen e dikujt, ne mund të ndodhemi në burg. Por shikoni, Pjetri ishte duke fjetur. Ne mund të kemi vite që flam në lëndimin ton, ne mund të kemi vite që flam në problemet tona, në hallet tona, në hidhërimin ton. Por Pjetri ishte aq shumë në gjumë sa angjëllit shkëlqeu me dritë dhe ai nuk e pa. Tani shpeshherë Zoti shkëlqen me lavdinë e tij në kish. Zoti shkëlqen me lavdinë e tij kur ti lutesh. Por ti nuk e shikon, pse se je duke i lutur Zot, aman hape këtë derë, ose Zot po pres në mjerim fatin tim. Angjëllit i ju desh ta godiste me shqel në brinj që preti Pjetri të zgjohej. E nëse fjala sot është një shqelën për brinjën tënde, unë do gëzohesha, do thosha lavdi Zotit. Pse? Sepse ti duhet të zgjohesh. Që ti të marrësh bekimin e Perëndisë, që ti të shikosh portat që të hapen, që ti të shikosh zinxhirët të bien, që ti të shikosh shenjat dhe mrekullinë në jetën tënde, ti ke nevojë që të zgjohesh së pari. Shumë njerëz kërkojnë ndërhyrje hyjnore, por pa u zgjuar duke fjetur në gjumë. A ke nevojë për një ndërhyrje hyjnore? A ke nevojë që Zoti të ndryshojë ndonjë situatë në jetën tënde? Atëherë zgjohu. Thoni njëri tjetrit, zgjohu. Në mënyrë që fryma e Zotit të veprojë dhe ai të sjellë ndërhyrje hyjnore. Dhe Pjetri ishte i rrethuar nga rojet dhe angjëlli i Zotit vjen dhe e zgjon. Çohu shpejt. Shumë besimtarë thonë prit. Shumë të rinj thonë unë jam i ri ose jam e re. Nuk e jetova jetën time, du me lërë ta jetoj jetën o Zot, dua ta shijoj jetën, dua ta provoj botën.
Por Bibla thot që vera e kësaj bote është e hidhur. Prandaj keni kujdes ju që jeni të rinj. Mos e shijoni botën, sepse bota dhe lakmit e saj në fund të çojnë në shkatrim. Por çfarë duhet të shijojmë? Duhet të shijojmë fjalën e Perëndis. Shumë njerëz thonë prit, nesër do të shohim. Por Bibla thotë që nesër është shumë vonë. Fjalët e urta thotë që përtacia vjen si vjedh si natën, kur një besimtar thotë të dremis pak dhe të flet pak. Kur një besimtar nuk lexon Biblën, kur një besimtar nuk gjen një varg nga Bibla për situatën e vet, ai është duke fjetur gjumë. Dhe Bibla na bën thirrje që ne duhet të zgjohemi nga gjumi shpirtëror dhe të kërkojmë Zotin. Kur ne i shtym punët tona, që t'i shërbejmë Zotit dhe e vendosim shërbesën e Zotit në plan të dytë. Ndërkohë kur Mateu 6:33 thot, kërkoni më së pari mbretërinë e Perëndis dhe drejtsinë e Tij, dhe më pas puna, suksesi në shkollë, gjitha të tjera do t'ju jepen si dhuratë nga Zoti, do t'ju jepen si shtesë. Çohu është një thirrje për veprim. Pra, ne duhet të veprojmë. Është një thirrje për liri, që të bien prangat nga duar, ti duhet të jesh i çuar, duhet të jesh i zgjuar. Është një thirrje për një besim të menjëhershëm. Ndonjëherë ne ndodhemi në situata që nuk e ka as të lutesh. Unë jam ndodhur shpesh herë në situata që gjatë kohës duke ikur kam thënë Zot ndërhy. Dhe Zoti ka ndërhyrë. Është shumë e rëndësishme që ne ta kërkojmë Zotin. Dhe ka raste kur ti do kesh vetëm 30 sekonda kohë për të bërë një lutje. Por nëse ke qenë gjumë, nuk mund të kesh ndërhyrje minore. Ne si besimtar duhet jetojmë çdo ditë me Zotin. Zoti nuk e liroi Pjetrin ndërsa ishte në gjumë. Zoti e nxiti Pjetrin të çojë dhe të bashkëpunojë për shpëtimin e vet. Pali thotë letra Filipianëve, punoni për shpëtimin tuaj, punoni me shpëtimin tuaj. Pra Zoti kërkon që ne të bashkëpunojmë me Perëndin. Tani ne duhet kuptojmë që Jezusi i ka mbaruar punët e veta. Ne shpeshherë besimtarë thonë, o Zot, a do bësh ti ndonjë gjë se plasa? Dhe Zoti thotë, jo, unë nuk do bëj asgjë. Çka kisha për të bërë kam bërë. Fuqin ta kam dhënë, frymën e shenjtë ta kam dhënë, Biblën ta kam dhënë, dhe ajo shpata tani përdore. Zoti ka dhënë armatimin. Tani është puna jote dhe puna ime që të përdorim për të përfituar nga ajo që Zoti na ka dhënë. Prandaj ne duhet jemi të zgjuar dhe të kuptojmë. Çohu dhe bëj diçka në kish për Zotin. Minimalisht ti duhet të vish në orar në kish. Kisha fillon 10:30, sot gjithë erdhën më pas. Duhet jeni më përpara se orës 10:30 këtu. Dhe kjo është një shkelëm që Zoti po ua jep sot. Zgjohu. Dhe minimalisht do të jesh do të diel këtu. Do të jesh në shërbesat e kishës. Ka plot qefe atje për jashtë. Ditë e bukur, marrim makinën, do dalim. Po Zoti na ka thirrur që ti shërbejmë atij. Tani ti duhet të vendosësh të dielën që ai uri ngjall, do ja japësh Zotit apo do ja japësh qefit tënd. Ky është një shkelëm që shumë besimtarë kanë nevojë ta marrin nga fjala e Zotit. Që të ngrihen, të zgjohen dhe të adhurojnë Zotin. Mos nxirr pengesa apo arsye të ndryshme. Shumë njerëz thonë bëj një punë, 2, 3, 4, 5 punë. Mos i varur nga puna. Një nga varësitë që njerëzit në ditën e sotme është punash. Dhe kjo të çon te leku, materializmi. Materializmi e ka ftohur zemrën njerëzore për të kërkuar Zotin. Prandaj ne duhet i kthehemi Zotit. Zoti duhet të jetë gjëja e parë në jetën tonë. Ne duhet të bashkëpunojmë për çlirimin. Ne duhet të bashkëpunojmë për bekimin tonë. Ne duhet të bashkëpunojmë për shërimin tonë. Fjala e Zotit thotë që nëse ne besojmë në zemër dhe rrëfejmë me gojë.
Shumë besimtar nuk rrëfejnë as një gjë gjatë ditës. Dikush më shkruajti nga Italia, pastor Lutu, sepse do më heqin nga puna, më ka thënë që nesër do më heqin nga puna. Edhe ai tha që kanë ardhur shumë marokenë dhe ata paguhen më lirë dhe pronari ka vendosur që intereson më shumë aty me ata se sa me shqiptarët. Edhe thash vlla mirë, hajde lutemi tani bashkë. U lutëm dhe në fund të lutjes më tha pastor, po djalli vepron. Çfarë thej thash? Po Jezusi ç'a bën? Pse e ke më të lehtë të thuash që djalli vepron dhe nuk thua që Jezusi vepron? Sepse ke probleme Biblën o vlla, nuk e ke lexuar. Çdo situatë ti duhet të gjesh një varg. Çdo dhimbje ti duhet të gjesh një varg nga fjala e Zotit ku ti të mbështetesh këmbët e tua, të çohesh dhe të shpallesh me besim. Çdo muri që ty të ka dalë përpara, që nuk ke përgjigje, ti duhet të jesh një varg dhe të shpallësh që ky mur të largohet ose dera të hapet. Prangat ran thot Bibla. Pietri nuk bëri asgjë përveç se u çua. Që Zoti të rrëzoj prangat e tua, ti dhe unë duhet të çohemi, duhet të shpallim fjalën e Zotit. Të bashkëpunosh me Perëndin për plotësimin e planit të tij është një privilegj. Jezusi në kryq tha u krye dhe mbaroi. Tani është detyra jonë. Ne jemi kisha e Zotit. Ne duhet të punojmë për shpëtimin, ne duhet të marrim planin dhe duhet të shpallim ungjillin kudo që të jemi. Ajo që ti bën sot, vendimet që ti merr sot, do të ndikojnë të ardhmen tënde dhe do të ndikojnë njerëzit që janë rreth e qark teje. Zoti ka për t'i bekuar ata ose jo vetëm nga vendimet që merr ti. Zoti ka për të bekuar familjen tënde, brezat që vinë pas teje nga vendimet që ti merr sot. Prandaj është shumë e rëndësishme që ti sot të marrësh një vendim, të çohesh dhe të marrësh vendimin, po unë do ndjek Jezusin. Jezusi do jetë numri 1 në jetën time. Nuk do jetë asnjë gjë tjetër, nuk do jetë puna numri 1. Puna ime është thjesht për të plotësuar nevojat e mia, por shumë herë te puna ku unë jam, kemi pasur probleme që janë mbyllur, pas 3 muajsh është hapur prapë. Pse? Se unë kam bërë Jezusin Zotin tim. Nuk kam bërë punën. Jezusi është Zoti im, ai është burimi im, dhe kur ti je i varur nga Jezusi, ai pastaj fillon të lëviz ingranazhet e jetës që do vinë në funksion për të shërbyer ty. Një gjë tjetër që Zoti i thotë është zgjohu dhe qëndro zgjuar. Dhe ec. Fjala çohu në këtë kontekst nuk është vetëm fizike, por është dhe shpirtërore, është dhe frymore. Çohu nga pusi ku ti ke rënë. Jozefi nuk qëndroi në pus. Jozefi i besoi ëndrrës së tij. Jozefin e hodhën në burg, pa ai nuk qëndroi në burg. Kush ishin në burg? Ata që e hodhën. Kur ata takuan Jozefin dhe i ndodhi, ai mbajti kupën, mbajti Benjaminin, e të gjithë ishin të trishtuar, ata menduan për shkak se ne i bëm Jozefit këtë, na ndodhi kjo. Nëse njerëzit të ka bën keq ty, ata do mendojnë që për shkak se i bëm keq filanit dhe filakës, na ndodhi kjo. Kurse me ne është ndryshe. Zoti po të thotë ty, çohu dhe ec dhe vazhdo përpara. Te letra e parë e Pietrit, kapitulli 1, kapitulli 5, vargu 8, fjala e Zotit thotë që ne duhet të qëndrojmë zgjuar, sepse kundërshtari jon, djalli, vjen vërdall si një luan vrumbullues dhe lidhzasi. Nuk do thotë që ai është luan, ai përpiqet të jetë si luan. Ai përpiqet t'ju gënjejë, t'ju mbushë mendjen se ai është i fortë, se ai vepron, por në fakt Jezusi është luani i fisit të Judës dhe ai vepron. Thoni njëri tjetrit, Jezusi është luani i fisit të Judës dhe ai vepron në jetën time. Dhe sot unë çohem nga gënjeshtrat e të likut. Amen. Çohu është një thirrje për rizgjim. Është një thirrje që Zoti po ju bën çdo njeri për juve sot, çdo besimtari në kish, që të çoheni dhe të predikoni ungjillin. Të flisni shokëve dhe shoqeve tuaja ke puna,
te sporti, te palestra, tek rruga, unë nuk e di ku ndodheni, atje ku keni shoqëri, ju keni dritën e Zotit, ju mbartni fuqinë e Perëndis, dhe Zoti po ju bën thirrje. Çohu është një thirrje për luftë shpirtërore. Kisha duhet të lutet për krimin në Shqipëri, njerëzit po vrasin njëri tjetrin. Nuk është faji juaj, ama ne duhet lutemi. Sa nga ju luten për kundër krimit në familje, sa nga ju luten kundër divorcit në shtëpi, jo në kishë. Ne lutemi të marrë në kishë, ama sa lutesh ti në shtëpinë tënde? Kërkojeni Zotin. Çohu nga gjumi shpirtëror. Njësoj si Pietri, ndonjëherë besimtarët bien në apati. Dhe Bibla e quajnë këtë vaktësi. Je i vakët. Dhe çfarë do të thotë kur je i vakët? Kur ti nuk përjeton asnjë gjë. Vjen në kishë, siç erdhe ikën. Atëherë nëse ndodh kjo me ty, do të thotë që ti je i vakët. Sot ky mesazh është për të goditur ty në prinj që të dhemi pak edhe të çohesh. Çohu nga gjumi, zgjohu. Ti duhet të ndihesh prezencën e Zotit kur vjen në kishë. Ti duhet të ndihesh frymën e shenjtë që lëviz në kishë, sepse është e pamundur që 10 veta e ndiejnë dhe 10 të tjerë nuk e ndiejnë. 2 njerëz ulen pranë njëri tjetrit, njëri bekohet, ndryshohet, tjetri nuk ndodh asgjë. Atëherë, ku është defekti? Është e ty. Dhe kjo është një goditje për ty, një shkelëm që ke nevojë të zgjohesh. Çohu nga të qenit gjithkohës të shqetësuar. Shumë njerëz ndihen rehat duke qenë të shqetësuar, sepse gjatë gjithë kohës ata janë mësuar të tërheqin vëmendjen e të tjerëve, edhe të ndihen si gjunaqari, themin, që të tjerë thonë usa gjuna. I që kjo është me vëmendje falso. Nuk vjen nga Zoti, duhet ta heqim këtë. Kjo vjen nga i ligu. Prandaj duhet të thyesh dhe kur je një kohë të gjatë në dembelizëm frymor, bëhesh i vakët dhe pas ti bëhesh i vakët, vjen kjo koha. Dhe duhet të largohesh që aty, çohu nga ky gjë. Ti nuk duhet të jesh gjatë gjithë kohës i lodhur shpirtërisht. Nuk më bëhet asgjë. Nuk më kënaq asgjë. Nëse ke arritur në këtë pikë, ti shumë bukur mund të ngrihesh sot dhe të bësh ca veprime fizike. Duhet të çohesh dhe të thuash gëzimi i Zotit është forca ime. Duhet të çohesh dhe të thuash unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Duhet të çohesh dhe të thuash frymë trishtimi largohu në emër të Jezusit. Fjala e Zotit u fol sot, shërbëtori i Zotit foli, unë e besoj dhe unë e shpall në emër të Krishtit që kjo të largohet. Është puna jote që duhet ta bësh një gjë të tillë. Angjëlli i Zotit hyri në atë qeli me shkëlqim, me dritë dhe me lavdi. Dhe drita dhe lavdia është simboli të vërtetës, është simboli i ringjalljes dhe i shpresës. Jezusi është drita jonë. Gjoni 8:32 fjala e Zotit thotë ju do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Gjeni një varg për situatën tuaj nga Bibla. Puno me Biblën, çohu dhe puno sot me Biblën. Sot mbas dite kur të shkoni në shtëpi, filloni dhe lexoni Biblën që të gjeni vargje që t'i flasni situatës tuaj. 2 Pjetrit 1:3 fjala e Zotit thotë, fuqia e tij hyjnore na i ka dhuruar të gjitha gjërat që i përkasin jetës dhe perëndismërisë. Shpesh besimtarë mendojnë që nuk kam këtë, nuk kam atë. Është gabim, është gënjeshtër. Fjala e Zotit thotë që fuqia e tij hyjnore na i ka dhuruar të gjitha. Në Bibël ti ke gjithçka që duhet të dish për jetën. Dhe për perëndishmërinë që të bësh një jetë me Zotin. Jo një jetë si ta doj qefi. Jo një jetë si ta doj mendja jote. Por me anë të njohjes së Atit, që ai na thiri që të jetojmë në lavdi. Ti e thirrur të jetosh në lavdi. Nëse nuk po jeton në lavdi sot, atëherë duhet të çohesh. Romakët 10:17 fjala e Zotit thotë që besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. Ti mund të marrësh një zbulesë duke lexuar Biblën, duke medituar dhe duke u lutur.
Ti mund të marrësh një zbulesë gjatë adhurimit kur ti adhuron Zotin. Ti ke nevojë që të marrësh një fjalë nga Perëndia dhe një fjalë kur ti dëgjon nga Perëndia mund të ndryshojë historinë e jetës tënde. Sot kjo fjalë është çau dhe ec. Nëse ti që do që një angjël të ndryshojë, të ndërhyjë jetën tënde, nëse ke nevojë për një ndërhyrje hyjnore, duhet të çohesh. Duhet të çohesh dhe të ecësh. Çau nga zinxhirët që të mbajnë peng. Zinxhirët që i ranë Pjetrit janë një figurë ose një panje fuqishme për çlirimin nga mëkati. Shumë besimtarë jetojnë herë në mëkat dhe një herë në javë në kish. Nëse jeton gjithë javën në mëkat dhe do të jetosh vetëm të dielën në kish, edhe mendon sikur po jeton me Zotin është gabim, duhet të çohesh nga kjo gjendje dhe të jetosh me fjalën e Perëndisë. Çohu nga frika. Shumë njerëz kanë probleme me frikën, prandaj Zoti thotë çohu nga frika. Çohu nga faji, ndoshta ke bërë diçka në të shkuarën, kemi bërë gabime, të gjithë gabojmë, mos qëndro me aty. Nëse je sot e po dëgjon, Zoti po thret çohu nga faji dhe ec përpara. Çohu nga varësitë që robërojnë shpirtin, çohu nga alkooli, çohu nga drograt, çohu nga filmat që nuk duhet i shikosh, çohu nga interneti. Shumë të rinj sot ndihen të stresuar pse për shkak të këtyre gjërave që shikojnë në internet se nuk janë reale ato. Ata që japin modelet edhe tjerë nuk janë reale. Dhe për shkak se nuk janë reale, ti nuk e arrin dot në jetë. Ç'a bën? Stresohesh. Është shumë e rëndësishme çfarë shikon. Është shumë e rëndësishme çfarë dëgjon. Çohu nga lojrat, shumë njerëz kanë varësi nga lojrat elektronike, çohu nga ai vend dhe ec. Thot fjala e Zotit. Çohu nga keqardhja. Çohu nga ujërat e hidhura dhe shko tek shkambi i Zotit dhe pi ujin e dashurisë së Perëndisë, pi ujin e fitores. Ja këtu është shkambi i Zotit. Ti këtu mund të gjesh ujin e dashurisë. Angjëlli nuk e çliroi Pjetrin që ai të ri përsëri aty. Kur ne pranojmë Krishtin, ne vërtet çlirohemi. Por shumë njerëz edhe pse mund të kenë 20 vite, 30 vite në kish, janë në pranga. Pse? Sepse nuk dalin asnjëherë nga qelia, qëndrojnë përsëri në qeli. Shpëtimi është okay, je i shpëtuar, po ti duhet të çohesh dhe të ecësh. Pse? Sepse Pjetri thotë, shtojini besimin tuaj çfarë? Virtytin. Si ke punët me virtytin, me sjelljen? Si sillesh? Si ke punët me inatin? Si e menaxhon inatin? Si e menaxhon grinjen? Si i menaxhon fjalët negative, mallkuese? Si i menaxhon ato? Çfarë i thua vetes ti kur ngrihesh në mëngjes? Menaxhoj këto gjëra dhe ti do dalësh nga burgu, nuk do jesh më në burg. Dhe atëherë Zoti të fton që ti të vazhdosh misionin, të vazhdosh ecjen bashkë me Zotin. Ti ke një mision. Ti nuk je kot këtu, ti ke një qëllim. Zoti ka një arsye pse të solli këtu. Nuk je këtu se të ftoj pastori, nuk je këtu se të ftoj një shoq apo një shok. Ti je këtu sepse Zoti do që ti të jesh. Ti je këtu sepse Zoti do që ti ta dëgjosh këtë mesazh. Mbillu në kishën e Zotit, mbillu në një kishë. Dhe atëre ti do të rritesh si një lis i drejtësisë. Kisha lokale është shumë e rëndësishme. Kërkoje Zotin. Dhe ti duhet të kujdesesh për shëndetin frymor. Shërbej aty. Gjej vendin tënd në shoqëri. Duhet të studiojmë, patjetër. Duhet jemi me master. Duhet jemi edhe me doktoratur. Ata që kanë master unë dhe mendojnë edhe për doktoratur. Je mësuese sot, punon diku drejtor sot me një vend, pse jo që të rritesh në një nivel tjetër. Por ama, krahas kësaj, ti duhet të gjesh vendin tënd në kishë. Është e mundur që ti bësh të dyja dhe atje edhe këtu. Ka plot njerëz që i bëjnë. Gjeje vendin tënd në kishën e Zotit. Në Bibël, fjala çohu lidhet ngushtë me çfarë? Me ringjalljen.
Jezusi thot vajzës së Jairit, Talitha kumi, që do thot vajzë, ty po them çohu. Nëse ti do të shikosh ringjalljen në jetën tënde, nëse do të shikosh ringjalljen në Tiranë, që do thot të shikosh njerëz të vinë turma, ti do të çosh i pari. Nuk do të gjykosh të tjerët, ata s'luten, ata s'bëjnë, s'ke punë me ata. Unë çfarë do bëj? Sa po lutesh ti që njerëzit të shpëtohen? Sa po predikon ti ungjillin që njerëzit të shpëtohen? Çohu ka të bëjë me shërimin. Jezusi tha të paralizuarve, çohu, merre vikun tënd dhe ec. Pietri kur eci tek porta e bukur bashkë me Gjonin, i thanë të paralizuarit, na shiko, çohu dhe ec. Shumë dhe thjesht. Në emrin e Jezusit Nazaretas, çohu dhe ec. Prandaj ti duhet i çut, ti thuash vetes tënde çohu dhe ec, nëse ti shikon një mundësi, nëse ti shikon një nevojë, mund të thuash, a mund të lutem për ty? Mund të kesh një shok, një shoqe të sëmur. Ti thua, unë shkoj në kishë, unë besoj që Jezusi shëron sot, a mund të lutem unë për ty? Nëse ai të thot jo, nuk të ka refuzuar ty, ka refuzuar Jezusin. Nëse thot po, lavdi Perëndis ti lutu, dhe Zoti do veproj. Te Isaia kapitulli 60 vargu 1, fjala thot çohu dhe shkëlqe. Nuk mund të shkëlqesh nëse nuk çohesh. Ta dini, nëse ne nuk çohemi, nuk mund të shkëlqejmë. A do që të shkëlqesh lavdinë e Zotit? Po, çohu atëre. Çohu dhe bëj gjërat që Zoti kërkon që ti të bësh. Zoti na bën thirrje, sepse çdo çohu në Bibël është një thirrje për jetë. Është një thirrje për lavdi, për dritë, për liri. Dhe është një akt i rizgjimit tënd shpirtëror. Çohu dhe qëndron në këmbë sot me fuqinë e ringjalljes. Zoti ka depozituar fuqinë e ringjalljes brenda teje. Kjo është lutja dhe meraku i palit për kishën e Efes. Që ata të zgjohen dhe të qëndrojnë ku? Në fuqinë e ringjalljes. Sepse nëse nuk do ta bënin, e dini çfarë ndodhi kishës së Efes? Gjoni ka qenë pastori i asaj kishe. Zoti i qortonte zbulesat dhe i thot, dashurinë tënde të parën e ke harruar. Prandaj ktheu. Nëse nuk kthehesh, do ta shkundë shandanin. Shumë besimtarëve Zoti do t'ua shkundi shandanin. Pse? Sepse flen gjuhë. Dhe sot e kësaj dite në Efes nuk ka kishë. Pse? Sepse Zoti e shkundi shandanin. Ata nuk ju bindën zërit e Zotit. Nuk u quan që të kthehen. U përzihen me gjërat e botës. Dhe Zoti thot, kur ti je i vakët, unë do të vjell nga goja. Prandaj është më mirë ti jesh i nxehtë. Ky është qelmi për ne sot. Mos i vakët. I zjarr për Zotin, i pasionant për Zotin. Bëj çdo gjë. Nëse ke bërë 1 apo 2 shërbesa, do bëj 3 thuaj Zotin. Jo jam i lodhur. Jo të nxjerrësh justifikime, se bëj do të, se bëj do të atë. Jo, shërbej i Zotit. Ne kemi filluar të njëteve një takim me burrat. Në orën 5:30. Jemi duke studiuar Biblën. Ti mund të fillosh një grup studimi. Dikush mund të thoj, pastor, po çfarë bëj? Fillo një grup studimi, 3-4 shoqë. Biblën në dorë, filloni nga ungjit dhe lexoni. Nëse do t'ju lindin pyetje, ne këtu jemi. T'ju ndihmojmë. Por atë që di, vaje. Jepja. Le të çohemi në këmbë. Thuaj bashkë me mua. Zoti Jezus, unë të falenderoj që ti dërgove një engjëll dhe hyri në burgun e Pietrit. Unë vi sot dhe të falenderoj për këtë fjalë.
Në qoftë se kjo fjalë ka qenë shqelën për mua, unë e pranoj. Më ndrysho. Unë dua të çohem. Sille forcën tënde, sille fuqinë tënde. Dhe unë e marr tani në emrin e Jezus. Unë çohem nga niveli ku kam qenë dhe unë ngrihem tani në një nivel tjetër. Në emrin e Jezus, unë shpall sot se jam gati të shërbej ty. Jam gati të bëj gjëra për ty. Më përdor për lavdin tënde. Në emër të Zotit Jezu Krisht. Amen. Haleluja.